Ka dalë njëherë Rasulullah a.s. të shokët e tina me ju tregu për natën e Kadrit se kur është nata e Kadrit. Mirë po, kur ka dali ka pa dy vetë të cilit janë hasmun mes vete. E Rasulullah a.s. është angazhu me ta, me inresh mes vete prap. E kur është kry problemi tyne, ka thënë Muhamedi a.s. ju mdalë me ju tregu se kur është nata e Kadrit. Mirë po, mu është harru tani. Prej angazhimit tina e ka harru, prej angazhimit tina me hasmerina aty në dyve, ka harru, ka thënë, është ngrit kjo si dije, jo si natë, si dije, është ngrit, se kam ma këtë dije, po aja që ka vëdu me thanë, ku ke problemi, i janë hasmu dë vetë, edhe komplet musliman, kotë Rasulit a.s. nuk e kanë ditë ma kur është nata e Kadrit, se janë hasmu dë vetë. Ma në men këta mirë, për shkak se sot hasmeria shumë e madhe. E lusim Allahun azza wa jall me ba që prej rahmetit tina na me za natën e Kadrit. Për ndryshe hasmeria në mes neve shumë e madhe. Hjeke hasmerin me njerëzit edhe lype natën e Kadrit. E lusim Allahun azza wa jall me na ba për muslimanëve të mirë.